Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Pse gjethet e dafinës janë kaq të rëndësishme për personat mbi 50 vjeç? Do befasoheni. Gjethet e dafinës janë një bimë çuditëbërëse që është me përdorime të veçanta për shëndetin tuaj. Ajo ngadalëson plakjen, qetëson, ndihmon në luftimin kundër bakterieve dhe shëron në rrugët e frymëmarrjes. Ekspertët thonë se dafina është një bimë shumë e fuqishme e cila rinon, përmirëson humorin, pastron zorën, zgjerimin e problemeve respiratore e të tjera. Në këtë video do ju propozojmë disa mënyra se si ta përdorni këtë bimë në dobi të shëndetit tuaj dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre, për të siguruar kështu edhe një mbrojtje më efikase në organizmin tuaj. Ajo ndihmon te nervozizmi dhe problemet tuaja të lodhjes. Kombinimi i elementëve të gjetheve të dafinës veprojnë si një mënyrë qetësuese për trupin, madje edhe për dhëmbjen. Ndizni disa gjethe dafine të vogla në hapësira në të cilat qëndroni dhe kështu do të thithni edhe tymin e tyre. Megjithatë, mos e bëni këtë përpara se të flini sepse aroma e dafinës mund t'ju ndërpresë edhe gjumin dhe t'ju bëjë që gjithashtu të ndjeni më shumë aktiv gjatë kësaj kohe. Ajo pastron mukozën e mushkërive dhe gjithashtu mund t'jetë një zgjidhje shumë e mirë në këtë aspekt. Gjethet e dafinës janë të mira dhe një stimulues i rrugëve të frymëmarrjes dhe ndihmon në nxjerrjen jashtë të mukozës nga mushkëritë, duke sjellë rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Mënyra më e mirë është që të shtoni gjethet e njoma ose të thata në ujë të nxehtë dhe të thithni avullin që ato lëshojnë nga uji. Ndihmojnë gjithashtu edhe në largimin e problemeve të mukozës në mushkëri, duke sjellë kështu rezultate të kënaqshme në këtë aspekt dhe duke ndikuar pozitivisht edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Ndihmon edhe në stabilizimin e niveleve të luhatjeve të sheqerit. Ulëntimet kanë treguar se konsumi 3 gram dafin në ditë zvogëlon nivelet e sheqerit të njerëzit me diabetin e tipit 1 dhe tipit 2. Ajo është e mirë gjithashtu edhe për përmirësimin e metabolizmit tuaj, duke sjellë rezultate të kënaqshme në këtë aspekt, duke ndikuar kështu në rezultate më të mira edhe për shëndetin tuaj. Nëse keni probleme të vazhdueshme me nyjet, me vajin e dafinës bëni masazhe në zonat e nyjeve që keni probleme. Dhe shtoni sasinë e gjetheve të dafinës të cilat mund ta shtoni edhe në ushqim për të marrë kështu përfitime më të mira në dobi të organizmit tuaj. Ajo është efikase edhe kundër infeksioneve të ndryshme urinare. Përzjeni pluhurin e dafinës me qumësht dhe e pini këtë pije vazhdimisht edhe për të përmirësuar këto probleme. Falë përbërësve që ato përmbajnë do të ndikojnë gjithashtu në lehtësimin e shqetësimeve tuaja urinare dhe do të sjellin rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Gjethet e dafinës janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Gjethet e dafinës ndihmojnë edhe në sistemin tretës. Sipas ekspertëve të Healthline do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni vazhdimisht nga përdorimi i kësaj gjethe në dietën tuaj. Gjethet e dafinës kanë impakte të forta në sistemin tretës si diuretik, që ulin nivelin e toksinave në trup dhe reagojnë ndaj helmimeve ushqimore. Përmbajtja organike e gjetheve të dafinës gjithashtu ndihmon me tretjen me qetësimin e stomakut dhe zorës së trazuar. Dafina është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemeve tuaja të frymëmarrjes. Vaji i dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin dhe për të ndihmuar kështu në problemet e frymëmarrjes. Nëse nuk keni mundësi të përdorni vaj, mjafton të zjeni ujin e dafinës dhe të shfrytëzoni avullin që u lehtëson dhe eliminon bakteriet e dëmshme që gjenden në sistemin e frymëmarrjes. Por kujdes se përdorimi i dafinës u ndalohet grave gjatë shtatzanisë. Ajo lehtëson gjithashtu edhe problemet tuaja të rënies së flokut. Nëse do të përmirësoni shëndetin e flokut dhe të hiqni zbokthin, atëherë përdorni gjethet e dafinës. Sipas Brightside, ato janë një zgjidhje shumë e mirë edhe në këtë aspekt, duke sjellë rezultate të kënaqshme në shëndetin tuaj të flokut dhe do të sjellin gjithashtu rezultate më të mira në mbrojtjen e tyre. Përbërësit e dafinës do të ndikojnë pozitivisht në zhdukjen e problemeve të zbokthit dhe gjithashtu do të zbusin lëkurën e thatë tuaj.
Dafina ka efekte të mira anti-inflamatore. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtjet e tyre element të njohur që reduktojnë irritimet në zona të caktuara që mund të jeni të prekur vazhdimisht edhe nga shqetësimet e artritit. Dafina ndikon pozitivisht edhe në shëndetin e zemrës. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtjet të tyre acid kafeik dhe rutin, dy element që japin forcë së zemrës edhe gjithashtu ndikojnë pozitivisht në mbrojtjen e organizmit tuaj. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi largon kolesterolin nga sistemi kardiovaskular. Dafina është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër shqetësimeve tuaja të ankthit dhe të stresit. Dafina ka efekte lehtësuese, çliruese dhe qetësuese. Trumza, borziloku dhe dafina kanë në përmbajtjet të tyre lineol, element që ndihmojnë në hormonet e stresit që ta ulin atë. Ndaj gjethet e dafinës ndihmojnë në qetësimin dhe momentet më stresuese kur ankthi është tepër i lartë. Gjethet e dafinës janë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemeve të diabetit, pasi për këto persona mund të ndikojnë në stabilizimin e shëndetit të tyre. Kështu, përdorimi i vazhdueshëm i gjetheve të dafinës në dietën tuaj mund të ofrojë shumë përfitime. Dafina është një bimë shumë e pasur me vitamina dhe minerale të çmuara. Ajo është mjaft e dobishme në shëndetin e organizmit dhe ofron lehtësime nga shumë probleme, sidomos ato të prekura të rrugëve të frymëmarrjes. Nëse ju vuani nga këto probleme në këtë video do të mësoni për përgatitjen e recetave të dafinës sipas Health.com që ndihmojnë në qetësimin e këtyre problemeve. Kundër problemeve të ftohjes, bllokimeve dhe sekrecioneve, dafina mund të jetë një lehtësues shumë i mirë. Receta me avullin e lëshuar nga dafina i hap rrugët e frymëmarrjes dhe zhbllokon hundët. Ajo është e rekomanduar edhe zgjerrja e 6 gjetheve të dafinës në 2 gota me ujë. Pasi uji të ketë marrë val, heqni nga zjarri dhe hidhni në një enë tjetër. Mbulojini kokën me peshqir dhe mbani frymën përmbi enë. Merrni frymë thellë për të nuhatur aromën e gjetheve të dafinës dhe kështu do të keni lehtësime më të mira kundër sekrecioneve. Dafina përmban një mënyrë efikase për lehtësimin e kollës së thatë. Receta kundër kësaj kolle përgatitet fare lehtë në kushte shtëpie dhe mund të jetë një zgjidhje efikase në shëndetin tuaj, sidomos në situatat tuaja stresuese. Gjethet e dafinës mund të jenë edhe një zgjidhje shumë e mirë për këtë rast. Ju gjithashtu mund të përdorni edhe kompresat e dafinës, të cilat kanë efekte pozitive në mbrojtjen e trupit tuaj. Gjethet e dafinës mund të përdoren gjithashtu edhe në lehtësimin e bronchitit. Me to, ju mund të bëni kompresa të mira shëruese. Në një tenxhere të vogël të hidhni 2 gota me ujë dhe më pas, kompresat të vendosen mbi krahëror. Kështu do të keni lehtësime më të mira kundër këtyre shqetësimeve dhe gjethet e dafinës do të jenë një zgjidhje efikase në këtë aspekt. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë përdorimin e gjetheve të dafinës në recetat tuaja edhe për të lehtësuar kështu sistemin e frymëmarrjes, duke sjellë edhe përfitime mahnitse. Fikeni edhe duke përdorur këtë recetë vazhdimisht do të keni lehtësime më të mira kundër problemeve të ftohjes. Vaji esencial i dafinës gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj. Aroma e thellë e gjetheve të dafinës ndihmon që të merrni frymë lirisht. Për përgatitjen e vajit të dafinës ju duhen 5 gjethe dafine, 2 gota me vaj bajame të ëmbël. Për zgjerrjen e fituar nga kjo përbërje, mund ta përdorni vazhdimisht në lehtësimin e situatave tuaja, dhe kështu gjethet e dafinës do të kenë ndikime pozitive në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Është e rëndësishme që vazhdimisht në dietat tuaja të përdorni produkte sa më natyrale si gjethet e dafinës. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndet. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.